bat shqiptar pa protest. Do të kishte pasur mbështetës, do kishte pasur kundërshtar, do kishte pasur sherr, po do kishte mbetur këtu, brenda kufive tanë, pavarësisht përfshirjes së amerikanëve, izraelitëve apo të dreqit vet që u përfshi në këtë histori edhe pa qenë fare pjesë. Ndërsa sot, 10 vjet më pas, brenda 48 orësh, degradimi i dhunshëm i një sherri vulgar mes rojeve të sigurisë private dhe i protestuesit marr zvarr në një lokalitet të Shqipërisë, u bë zanafilla i një lufte globale online, ku nuk mbeti llogore mediatike e planetit, pa shkrehur municionet për kacë. Jo sepse bota u zgjua një mëngjes e alarmuar për fatin e flamingove të nartës dhe natyrën e Shqipërisë, ku deri dje zhvilloi egërsisht dhe qetësisht nën hundën e pandjeshme të botës, masakra më e përgjakshme e shekullit 21 mbi shpendët dhe kafshët e gjora që vriteshin për epshin shtazarak të mira gjuetarëve të ardhur nga perëndimi në këtë tokë pa shtet. Të ishte për botën, narta mund të kthehej qetësisht 10 vite më parë, kur flamengot nuk shtektonin më drejt lagunës saj, sepse i priste plumbi i kafshëve të dehura me 2 këmbë. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës, po prej emrit të Jared Kushnerit, dhe sigurisht prej hijes së vjerrit tij, të cilin e urren për vdekje krejt armata globale online, bulevardin e Tiranës, Waterloon e Donald Trumpit. Dhe si në një film science fiction, bulevardi përputhi atë armatë të frikshme me krejt armatën e urrejtësve shqiptar, off dhe online. Jo ndaj Donald Trumpit, po natyrisht ndaj meje dhe ndaj jush. Të cilët i gënjeu mendja fuqishëm se çadra globale e kësaj proteste do të bënte mrekullinë që nuk e bëri dot çadra lokale e protestës së lulit tim. Dhe kështu, me sqepin e një zogu të vetëm, do laheshin 2 hesapet vjetra. Bota e madhe do ta turpronte Trumpin në betejën e nartës, fiks 2073 vjet pas betejës së Palasës, ku Cezari turproi Pompeun, ndërsa armata shurdhuese e influencerësve, followersve, analistëve, dialistëve, opinionistëve, urrejtësve, kinse patriotik dhe mercenarëve digjital të vënë në dispozicion bujarisht nga armiqtë e Shqipërisë apo nga konkurrentët e saj të egër në industrinë e turizmit, do shpëtonte Shqipërinë nga unë, për llogaritë të karavidheve të opozitës së dukshme dhe të padukshme. Nga llapaqorat e ballibullistat, tek blok revolucionarët e aeroportit, dhe deri tek lukëndryshkurit e vetë familjes son të madhe. Me befasinë e ngjashme me atë të një aksidenti fatal që të ndodh sa hapën mbyll syt kur ti je aty, miliona njerëz që nuk dinë as ku ndodhet Zvërneci, dinin saktësisht se çfarë duhet mendonin për Zvërnecin. Jo sepse studiuan Shqipërinë, jo sepse lexuan dokumentacionin, jo sepse analizuan projektin, por sepse tek brishësia e bukur e një zogu identifikuan simbolin e një rezistence antikapitaliste, antitrumpiste, duke gjetur tek ai zog valvulën e shfryrjes së një mlefi total, ku më bukur se asnjëherë u hap edhe një kanal për mlefin kundër meje, kundër jush dhe kundër Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ky është, sipas meje, mësimi i parë i kësaj historie. Kjo kohë e re, ku edhe një rrahje lokale bëhet përplasje globale, nuk transporton më vetëm mallra, dije, mundësi të reja apo miqësi të reja. Transporton zemrime, transporton identitete politike, fetare, sociale, transporton paragjykime, agresione dhe gënjeshtra,
shumë më shpejt se sa transporton faktet, arsyetimet, e lërë më pastaj mirëkuptimet. Një projekt zhvillimi në Shqipëri u bë brenda pak ditësh pjesë e një lufte ideologjike që nuk ka lindur në Shqipëri dhe që në fakt nuk ka fare për objekt Shqipërinë. Shqipëria u bë zogu. Ne u gjendëm në mes të saj. Jo si autor, as si protagonist, po thjesht si skenë. Dhe kjo në vetvete është risia e kohës që ne jetojmë. Një kohë ku algoritmet udhtojnë më shpejt se sa vërtetësia e lajmeve, ku emocionet mbërrinë përpara fakteve dhe ku shumë shpesh perceptimi bëhet e vërteta, ndërsa e vërteta mbetet krejt jetime. Kjo është një histori paralajmëruese, jo për mandatin tim, as për mandatin e kësaj shumice qeverisëse, po për demokracinë në epokën e algoritmit, si dhe për nevojën që ne të parët, me përgjegjësinë e atyre që kanë mandatin të udhëheqin Shqipërinë, ta lexojmë këtë histori sa më drejt, për të qenë të përgatitur sa më mirë, për çfarë vjen më tutje, sepse ky është vetëm fillimi. Kjo kohë e ka sjellë të mekanizëm të ri në jetën tonë dhe përballë vështirësisë për të parashikuar zhvillimin e këtij mekanizmi, ne mund të bëjmë vetëm ato që bëhet kur për të kuptuar politikën sot, njëherë është mirë të largohesh pak prej saj dhe të hapësh librat e historisë. Dhe ka shumë nga kjo e sotmja që filozof, sociolog, psikoanalist dhe historiane kanë përshkruar kohë më parë se sa të vinim ne dhe pas nesh të vinte Facebooku, Instagrami, TikToku. Shumë kohë përpara se bota të kishte internet. Dhe as pak çuditërisht, ata mund ta ndihmojnë sot të kuptojmë ato që po ndodh. Shumë më mirë se sa ata që sot na tregojnë gishtin, ndërkohë që gishti tregon hënën. Njëri prej atyre që nuk jetojnë në epokën e internetit, na ndihmon ta kuptojmë shumë më shpejt se sa çdo përpjekje për ta kapur në çfarë shohim rreth rrotull, mekanizmin që ushqen me kaq sukses histerinë e algoritmeve. Shumë kohë përpara, ai ka përshkruar modelin e biznesit të rrjeteve sociale në një përshkrim që ai e quan diskursi i histerikut. Shpesh kjo është keq kuptuar, sikur ai fliste për një tip njeriu. Nuk është kështu. Ai nuk përshkruante një njeri, po përshkruante një marrëdhënie, një mënyrë për t'u marrë me autoritetin, një mënyrë për t'u marrë me botën, një mënyrë për t'u marrë me realitetin. Karakteristika e kësaj mënyre nuk është ankesa. Ankesa është normale. Nuk është kritika, kritika është shumë e nevojshme. Ajo është shpesh motori i përparimit. Karakteristika e saj është diçka krejt tjetër. Është momenti kur ankesa pushon së qeni mjet. Dhe kur kritika bëhet identitet. Dhe kur njeriu nuk lufton më që problemi zgjidhet. Lufton që problemi të mos mbarojë kurrë. Sepse në çastin kur problemi zgjidhet, duhet gjetur menjëherë një problem tjetër. Dhe ja një shembull shumë i zakonshëm. Në një familje mungon detergjenti. Ankesa është krejt e arsyeshme. Detergjenti blihet. Por del problemi se nuk është marka e duhur. Edhe ajo ndrohet. Pastaj del problemi se u ble me vonesë. Pastaj del problemi se pse u kërkua falje. Se nuk ishte pse të kërkoj falje nëse nuk do ishte bler me vonesë. Dhe nuk do ishte bler me vonesë nëse do ishte marka e duhur. Pastaj